Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si gjithherë dhe gjithmonë kam nderin dhe respektin të prezantoj figura të shquara, njerëz që kanë punuar me shumë vite, me shumë dekada. Pra sot do të kam nderin ta kemi Bacën Agim Gjakovën. Bacë Agim Gjakova është një shkrimtar i shquar edhe me një eksperiencë shumë të madhe, me një provojë të jetës shumë të madhe. Kështu që kisha pas dëshirë të uroj një mirëseardhje këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qenë se ne jemi mëngjes këtu e atje, si po kalon ditën atje? Mirë, faleminderit për ftesën. Ditën mirë, mirë, përgjithësi mirë. Para se të fillojmë bisedën, kisha pas dëshirë të ju pyes, ju e keni një moshë, keni arritën një moshë të madhe. A ka mundësi të na tregosh sa vjeçar jeni tashti? Unë jam po në korrik mbush 90 vjetë. Wow! Edhe, si që kam kuptuar, ju jeni të lindur në Kavaj edhe shumë i ri keni ardhur në Kosovë, në Gjakov. Kisha pas dëshirë të fillojmë të bisedojmë pak për fëmijërinë tonë, se sot e kam ndërmend të kthej shumë larg edhe besoj që i ke marrë mend të gjithat, kështu që të lutem na trego pak si ka qenë fëmijëria jote, pak ato shkollimet e para, edhe puna kur ka ardhur që të jesh edhe një student në Beograd. Unë kam lindur me prind kosovar, babai im quhej Demush Gjakova ose Demush Taha, vllai i Hakit Tahës që vrau Miladin Popovićin në Prishtinë vitin 1945. Me nënë po kosovare, gjakovare, nga një familje që ka pasur 4 vllazër, midis tyre dhe një nga avokat dhe mësues. Ne u shpërngulëm me një herë në Gjakov, në 41-shin, kur u krijuai shteti shqiptar në Itali bashkë me një pjesë të Kosovës. Këtu kam mbaruar shkollën fillore, natyrisht edhe shkollën e mesme, kam mbaruar shkollën normale në Gjakov. Fëmijëria ime ka qenë me plot përplasje, me plot përpjekje, sepse i morë pjesë në lëvizje nacional qeverimtare, si kryetari i Këshillit, me kuadrët e stofit, domethënë të cilësisë, ai ishte nacionalist, po zgjodhen kryetar të Këshillit, italianët e arrestuan dhe e torturuan, u bëni demonstrate fuqishme gjithë popullit Gjakovës dhe u detyruan nga presioni i madh i popullit ta lironin. Me këtë rast në demonstrat u vranë 2 veta midis tyre dhe Shani Nushi, që është dëshmor sot në Gjakov. Kështu që ne vazhduam, me pushu nga puna si e përshtatshme me tendenca nacionaliste, kombëtare për edukimin e fëmijëve, unë ndodhem në pozitë të vështirë ekonomike, megjithatë e i kalumte. Derisa unë mbarova maturën, u mbarova mësues në shkollën, vërtet se u mbarova në Lipjan, pasi në atë kohë Lipjani si qendër nuk kishte asnjë shqiptar, kishte vetëm serb, dhe unë zgjodha pikërisht atë sepse katunët rreth e përqak vinin nga shqiptarët. Dhe mu desh se s'kishe mësues. Gjithë rrethi atëherë kishte 11 mësues me maturë, 3 mësues me maturë të rregullt, një ndërta isha unë. Kështu që modesti jipja të gjitha landë, me matematikë, me gjuhë, me letërsi, me kimi, me fizike. Vetëm pak, du me të ndalë këto pak të Lipjani. Me qenë se unë vetë jam i Lipjanit, kështu që na trego pak ku ka qenë në shkolla e përparshme e Lipjanit, aty kur keni dhënë ju mësim. Ajo ka qenë një shkollë ndërtu me rishtë, s'kishte një 2-3 vjetë që ishte ndërtu, mos qofsha gabim, ka qenë pranë karshi shkollës serbe. Domethënë aty kanë qenë një po Lipjani në atë kohë ka qenë si thuaç një mahall, sepse u zhvillu me që u bë një stacion treni. Edhe u zhvillu me jo si qendër. Po aty pastaj u morën tokat në vitin 1922-23-24 ja u morën tokat shqiptarëve dhe i përveçuan u dhanë serbë, edhe kështu që u vendosën serbë aty si kolon. E ke parasysh domethënë Lipjanin? Po, që shjo se unë vetë kam jetu atje një 18 vite dhe
ku keni thuje konkretisht? Bash në Lipjan kam jetuar unë atje. Kur fillun me hyj, unë nuk kom qenë atë kohë kur kanë fillu të hyjnë shqiptarët edhe të vendosen Lipjan. Sot Lipjanin ta shikosh është 1000% me ndryshime, jo 1000, po 2000%. Nuk e nje fare nuk e nje. është zhvillu jashtëzakonisht shumë. Jo, filluat të punoni si mësuese që e përmendet edhe tashni, sa kohë gjatë keni punuar? Në Lipjan kom punu 1 vit, pastaj kom punu në Mitrovic 1 vit, dhe pastaj kom shkuar student në Beograd. Si ka qenë Beogradi atëherë, edhe më duket ju keni filluar edhe keni krijuar një shoqat atje gjatë studimeve me sa e di. Beogradi kuptohet ka qenë qendër si edhe si këtu qyteti i Serbisë, po për ne ka qenë qendër e serbëve. Ne bashkë me Sharaxhit që punonin shkretët aty në për Beograd, edhe ne studentët nuk përfilleshim shumë. Kishe edhe të tillë që na shikonin me një përbuzje, me një veshtim shovenist, si çka duhen këta këtu. Këta shqiptarë që kanë ardhur këtu të studiojnë. Po megjithatë, jo vetëm unë, po edhe mjaft shokat e kemë. Po gjendja në Kosovë ishte u kriju një gjendje shumë e vështirë, jashtëzakonshme, se në vitin 1955-56, në dimrin e 56 dhe në 57 u mlodhen armët në për Kosovë. Aty këtu kush kishte, po nuk ishte vetëm thjesht që të mbledhesh armë, se i fritëshin njerëzit dhe i kanë torturuar edhe ata që s'kishin armë. Megjithëse e pohonin që s'kemi armë, ku kemi? Edhe u detyronin njerëzit që t'i blenin armë. Serbët vetë i shitnin armë, edhe i blenin shqiptarët që t'i dorëzonin gjoja se kemi pasur armë. Atëherë ajo gjendje shumë e vështirë në nxiti, edhe më përpara natyrisht të kuptohemi, po në mënyrë të veçantë ajo gjendje në nxiti që të mendonim edhe të krijonim një organizim të shqiptarëve. Në radhë të parë në Beograd, unë kam qenë nismëtari asaj, bisedova me disa shokë, ja shfaqa idenë e tjera, dhe në një orë letrare që bëjë në seminarin albanologjik në Universitetin Beogradit, unë ngrita dhe shpalosa kërkesën dhe programin e saj, të gjithë e bëm me plan që të mos metime vetëm ne që po krijojmë një shoqat që nuk kishin as serbët, as kroata, që nuk kisha as një lloj shoqate thjesht jashtë qeveritare. Ne krijuam të parë një shoqat jashtë qeveritare dhe të gjithë e firmosen përveç Dan Qetovicit që ishte shef katedre natyrisht, të gjithë studentët që ishin pranishëm edhe pavarësisht që nuk ishin të degës e gjungët e tërësisë, po ishin të teknikës, të ekonomisë, fiskulturës e të tjerë. Atëherë më lindi ajo ideja që të krijojmë organizmin dhe krijojmë shoqate si tash. Gjatë kohës të kësaj u tërbu UDB-ja, si ka mundësi këta shqiptarë të krijojnë shoqate, edhe mua dhe bas një shok tjetër na arrestuan. Na kanë arrestuar 2 herë. Na kanë torturuar, të kuptohet, edhe na thonin folni, domethënë kërkon çfarë keni vepruar ju kundër Jugosllavisë e tjera. Por ne nuk kemi pranuar shoku i masun asgjë, kemi pranuar nga gjithë. Megjithëse ne e kishim mendimet tona, e kishim strukturuar dhe grupin e tjera, por ajo nuk doli. Nuk doli në asnjë mënyrë. Atëherë, me qenë se unë kisha lidhur në Kavaj, u kërku, domethënë e bën heqjen e shtetësisë, nuk jem o shtet as ti Jugoslav, dhe do të alqosh Jugoslavin. Dhe je kthy prap. Po, dhe me qunë e kamp përqendrimi. Nga kampi i përqendrimit, pastaj i dërgova kërkesë legatës, se s'kisha ambasadë, se marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë ishin në një intencion shumë të lartë në atë kohë, dhe kalova në Shqipëri. Okej. Edhe ke qëndru për sa kohë ke qëndru atje në Shqipëri? Në Shqipëri kom det rreth
39 vjetë e 15 ditë. Çka punove atje edhe si të erdhën ideja e shkrimeve këtyne gjanave? Po, atje në mësus, në fillim 1-2 vjetë, kërkova që të shkoja në studime, por nuk asë që boja lutjen Ministrisë Arsimit, s'ka përgjigje. Bëj lutjen Komitetit Ekzekutiv Durrësit që përfshini ka vajt, nuk as që me thonin që kemi marrë lutjen. 2 vjetë, deri sa disa kosovarë të që ishin që ma përpara dhe i vendosën, kishin ikë nga Kosova, më thanë që neve kosovarëve na ka në dorë Ministria Punëve të Brendshme dhe ajo vendos për ne, çfarë vendos ajo ashtu bërë. Atëherë unë ju drejtova një personi që ishe përgjegjës për Kosovar, domethënë edhe për gjithë Jugosllavinë në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kemi pasur debate me të shumë të ashpra të buhet edhe madje më në fund u bëm si shokë miq sepse unë e binda duke i thonë që revizionizmi jugoslav në ishe amiku numër 1 i partisë në të kohë, i partisë punës së shtetit shqiptar, luftohet vetëm me njerëz me shkollë. A jeni dakord? Po, dakord. Atëherë pse nuk na binin në shkollë? Kështu që atë vit, në vitin 1964, 62 kemi ardhur rreth 20 studentë shqiptar, kishin ndërprer shkollën me vitet tona atë kështu. Pra, edhe më në fund sot sa student. Mbarova fakultetin dhe me qenë se Agjencia Telegrafike Shqiptare kishe shumë nevojë. Unë disha 3 gjuhë, disha frëngjisht, aty mësova anglishtën, natyrisht edhe serbishtën, sidomos për serbisht kishe shumë nevojë Agjencia Telegrafike Shqiptare. Më kërkuan, por nuk vendosi kërkush Ministri i Arsimit vend të firmën për mua se nuk di ajo person i sakta apo i rrezikshëm e tjera. Po, edhe kështu që më në fund u vendos, domethënë më ti kontrollu, e kom punu në Agjenci Telegrafike në 4 vjet, pastaj kalova në arsim, pastaj kom punu dhe në kino studio, kam bërë 3 skenar filma që janë gjiru filma, edhe dikurës dola në pension të kuptohet mbitë në 10 marrë. Jo u kthyer në Kosovë 1999. Sa ka qenë në ajo gjatë kohës qëndrimi im në Shqipëri ka qenë mos pyet. Na trego pak qëndrimin në Shqipëri se ndoket edhe atje nuk kanë rahat shumë. U mor vendim që të hapen dosjet atyre që dëshirojnë të i shohin. Dhe unë kërkova dosjen timin sigurin shtetit. Njëherë duhet të them që gjatë viteve 70 janë arrestu mbi 70 kosovarë të gjithë pa faj. Atëherë unë e mora dosjen në Adhan dhe ai që më përgatiti dosjen tha ka kërku drejtoresha ose ishte një gru 38-9 vjeçare. Ajo tha si ka mundësi ato që ketin dosje, që ke firmos me dorën tënde në letrat që ke dërgu kërkesat partisë, si ka mundësi që ti nuk kanë rësu, sepse me ato që ketin dosje dhe me ma pak se ato që ketin dosje njerëzit ose janë pushkatuar, ose janë dënuar me burgim për jetën. Wow. Unë i thash që e ndërruar zonjë, vëllezërit tonë, të mitë dhe të në Kosovë, mu me njohin fort mirë. Unë kom kriju shoqatën për pjekën në Beograd. Familja ime ka qenë përsekutume. Gjagjaja im ka pra Miladin Popovicin në mars 1945. Vëllezërit tanë janë me shkollë, nuk janë më analfabet, janë rektor, janë doktor shkencas, janë marrin pjesë në simpoziume ndërkombëtare. Do t'ju pyes, çka do t'ju thuash këtyre shokëve të mi? Që Agim Gjakova ka ardhur për Shqipërinë, edhe shokët e mi thonë vetëm ti se ke qenë një orë ke shpëtuar nga burgimi, se dhe ti të burgosësh. Megjithatë, beta gjallë, aty me dosje çfarë nuk ka, janë 104 emra drejtori sigurimit, oficer e operativ të sigurimit shtetit, janë 2 ministrat brendshëm dhe 2 drejtorë drejtorive të sigurimit shtetit.
janë 58 bashkëpunëtorë, pseudonimet bashkëpunëtorëve të cilë e kanë pas për detyrë të zbulojnë këtë armik shumë të rrezikshëm të partisë të shtetit të quaj Agim Gjakova. Kështu ka qenë ajo, unë kom qenë gjysmë i ignoruar dhe gjysmë i izoluar. Edhe shkrimet e mia kanë bërë që jam kritikuar disa herë në plenumin e letërsisë të shkrimtarëve e në aparatin e komitetit të zonë, sekretariat komitetit qendror e tjera, po tjera beta gjatë si tush. Na trego pak për martesën tonë në ato vitet 1965-66, kur je martu në atë kohë? Për? Martesën, kur je martu? U martova me Naime Daci, nga një familje me tjatë pushkatuar në vitin 44 të zhdukur të pushkatuar që as varrin nuk e di, me një vëlla të burgosur politik të dënuar 7 vjet e tjera, të cilat ishe ratisë në Shqipëri, edhe ne u martuam bashkë me të. Edhe ata kosovara, po? Kosovare, po, nga peja. Lindëm 2 fëmijë, një djalë e një vajzë. Vajzën e kam martuar në Shqipëri. Sot është i shoqë zgjedhur kryetari i Bashkisë Shkodrës. Vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë Shkodrës. Vajza ime mban një kurs shkollë të gjuhëve të huaja. Edhe kështu. Unë me djalin kemi ardhur në Prishtinë. Okej. Atëherë, ju keni punuar për botën sot prej 99-s deri në vitet 2005-6 deri sa ka qenë ajo punë e lodhshme për tyje? Po, kur edhe unë ajo si thoshe ajo përvoja publicistike, gazetareske, ishe pak ma e dobët si thosh Kosovë, sepse në kohë ka qenë detyruar të shkruajnë ata gazetarët, megjithëse ka pas edhe atëherë ndërhyrje shumë fuqishme tjera, po kështu. Dhe letërova punoj, domethënë aty në gazetë, si redaktori i kulturës, që e krijova një demokratizim, po e quaj kështu, të kulturës edhe të paraqitjeve të ndryshme tjera, si kësaj që nga një herë jam ndeshur me pronarin, sepse ai punit ishte pronar, po s'dinte se si bëj shtypi. Po megjithatë e kaloj. Edhe dikur e lash atë punë, dola në pension totalisht. Keni punu dhe keni shkruar një roman. Na trego për botimin e romanit. Kom shkruar mbi 30 të kusur vepra, 10 vëllime janë me poezi, janë 16 romane, janë disa përmbledhje me proza, të shkurta tregime novela. Njëkohësisht kam botuar edhe 3 libra publicistik. Midis tyre është një libër që përshkruan jetën time, po të përshkruan jetën time në mjedise të ndryshme shoqërore, të fillu që nga Gjakova, Beogradi, Shqipëria, edhe me titull Kosova, edhe e shkruumume është e hishme. Se unë u ktheva me njëherë, sa po kanë hyrë Gjermanët në 12 qershor, kom hyrë dhe unë Kosovë, mas 39 vjetë e 15 ditë. Wow. Si e qëndrova në Shqipërisë, pas kom pas drejt të shofa të vend. Bade nga njëherë kur shkoja në qaftë Prushit atje në Malqi, edhe si beveshtroja në i fushën e tjera, kom shkru me duke. Pra, e njëjtë është ajri, e njëjtë është uji, e njëjtë është toka, po pse mu më dhem koka? Kemi pa... Nuk arrit atë, nuk mujtë të kaluja të shisha për të i Kosovën. Edhe ke cek me një fjalë ke thonë se librat e mia nuk janë për të shitur, kështu që i ke bo vullnetarisht. Po, jo, unë i botoj, sepse kom thonë edhe me shtyp, nuk është tjesë që kom thonë kështu. Shqiptarët, në të vërtet, nga gjendja në Kosovë ekonomike, atyre që duan të lexojnë dhe që lexojnë ata s'kanë para të blejnë libra. Ata që kanë parë nuk blejnë libra, e kuptohemi. Prandaj unë
me ato mundësitë e mia, I botoj dhe I udhëroj atyre që duan të lexojnë edhe që kanë dëshirë që të lexojnë. Si I shifni shkrimtar të ri edhe si I vlerësoni edhe a kanë diçka të ndryshme? Jo, ka një përplasje në Shqipëri, disa mohojnë letërsinë që është krijuar gjatë diktaturës komuniste, disa e bojnë analizë siç duhet, disa e teprojnë e tjera. Kështu që po nisem nga ai aspekt në Shqipëri, sepse atje duhet kemi parasysh që ka pas një pengesë si quhej realizmi socialist, që duhej t'i përshtateshe ato që ka thotë e partia. Po marrë unë vetëm një shembull, unë dërgova një vëllim me poezi me titull Rënjet për Trihen, që ishe thjesht me qeshe kombëtare dhe të Kosovës. Dhe më thritën në redaksi, u bisedum, u grindem, e më thanë, ti duhet shkruash poezi për në libër t'i kesh të paktën 70% për ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Edhe kështu që unë I thash, mirë, me që ashtu done, unë e mora atë docën e futa në setull dhe I thash ditën e mirë dhe ajo. Ky libër është votu shumë më vonë dhe është votu në vitin 92, duke të është votu, sepse në atë kohë nuk votoi në atë formë, në atë mënyrë që ishe. E këto kanë qenë edhe përplasje, derisa edhe emri im është ka hyrë në gojë të Ramiz Alisi, sekretar ideologjik I partisë, për shmangje nga realizmi socialist, për ahistorizëm jem për nxirje të realitetit, se kom përshkruar realitetin mirë në romanin në kërkim të vërtetës, që pse ti do ta kërkosh të vërtetën e ka gjetë partia e të tjera kritika s'pohin këtu t'i përmend. Masagim, derisa më të pyeten, e di se 3 herë jeni Burgos. Na trego pak ato rrugtimet e 3 herë që je Burgos edhe për çka. Burgosja parë ka qenë arrestuar në Demdemaçin dhe erdhi hetuesi të mlidhte material akuzues për Ademin, domethënë për dëshmi. Në fillim, I ftun Thudva I ftoi disa pak më neutral, si thuhesh kështu, asnjënës. Unë bile shkova të një 2 shok të mi gjakuvar që ishin trembur. I thash, keni të mos u tremni, I thash, mund thash, ka herë 1 muaj, ka herë 5 javë, ka herë 3 javë, më thrasin atje dhe më thonë, hajde fol, çka ke bëu kundër Jugosllavisë. Prandaj mos u tremni për atë punë. Ditën e dytë po morën disa pak më ashtu, që dinin që kishin qenë në grup me Ademin, që kishin lapos, kishin folë tjera. Ditën e tretë, 1-2 këtë, ditën e katërt, na lanë mua dhe një shok timin Ali Aliun, nga Prespa. I thash, Ali, ate kishin thritur në orën 10, unë në orën 1, unë isha I fundit. Ali thash, neve do na dërgojnë në burg. Jo më tha, po I kanë liru këta tjerë. Përgatitu, thash, se neve do të na dërgojnë në burg. Edhe ashtu ndodhi. Ato e çunë më përpara, se ose isha e kuptova që kanë çu, edhe më shkova, hajde tha polti, çka ke bëu kundër Jugosllavisë. Shumë zbëproj kur gjonë, s'kom bëproj kur gjonë, me ty nuk bëhet kështu punë, hajde në burg, më qunë atje, pasaj dhe to dijen torturat e tjera fizike. Dhe ditën e 5, ose duhet na marrin sipas ligjit me valë më të gjata, ose duhet na lironin. Atëherë, tha, lexoje këtë deklaratë. I thash, unë nuk di se kush e ka lëshuar këtë deklaratë, po thash me siguri ai që e ka lëshuar këtë deklaratë ka folë me dikë tjetër, po me mua jo. Edhe unë nuk pranova të mos asnjë gjë. Në gjithë kohës. Na liruan të dyve, të kishin. U bëni
Me arrestimin tim u bë një punë që ashore. Herën e dytë, tash ne e kryum shoqatën, pra ishim në Shenjestër. Herën e dytë më arrestun mu edhe këtë shokun tim. Tash. Dhe rastësisht unë ndodha në Gjakob, që mbi të malli për vendlinjen time për ta parë Kosovën. Edhe kanë shku atje dhe nuk më kanë gjetë. Mirë, po rastësisht një shok që po flisën në telefon i thanë, sa po e kanë arrestu këtë shokun tim Ali Aliun. Thash unë shokëve të mia të Gjakob, thash, mos sonte nesër, mos me zgjat, nesër më arrestun edhe më nisën për Beograd. Nëna ime, askush nuk dinte se ku jam, ku më kanë qu, a jam gjallë, as jam gjallë, e tjera. Shkoj te Fadil Hoxha dhe i tha që e kanë arrestu ta për mu. Në vërtet si më tregonte nëna, Fadili u prek tha jashtëzakonisht, edhe jashtëzakonisht rënë. Se punin të isha djalin i shoku, po edhe një ishim kështu, një 2-3 herë në takim kemi qenë. Edhe i tha, edhe nuk e di, tha, a e kom gjallë dhe ku e kom, se kërkush nuk do të ku është nga është. I tha, Zoja Amini, se Emine quaj nëna, Zoja Amini tha, shko në ud dhe lypet, edhe kërkoja lypet djalin edhe në emën timin. Ishe fjale fort. Nëna i tha, se Fadil tha, e bom luftën, e bom mullarin, po se lidhem kryt mullarin, tha, dhe ne u kalp mullarin. Në mënyrë figurative, kupton. Atëherë Fadili tha, jo, tha, Zoja Amini, po, ati arritëm dhe me këtë qka, I thash nënës, qa ke folën? Qysh tha, po a di që kretë ju kanë një gjuhë? Qysh në zyrë të Fadilit? Morë në zyrë të Fadilit kretë. Po, tha se ko shkova për të kërku në udhë, tha, më bërtit që në tha qka ke folti me Fadilin. Torturat pasaj në burg kanë qenë fizike, kuptohet, nuk po I përshkrujt, me thynë në 2-3 dhome, tjera, dhe këshumë. Por, më qenë 4-5 ditë tortura pyetje kështu, me 400 gram bukë teorike dhe me një lëngë bizele që 4 kokra bizele ishin që jashtëm të kali që janë që ishin zverë, lëngë mere, ajo ishte ushqimi dhe nën tokë, nuk e disha as kur o ditë, as kur o natë, me një dritë që hynte me një farë dritare nga një plomë, s'kishe kështu. Dhe erdhi gardianin të merte që me qojnë në shokë, për përshkruajnë torturë. Edhe se më thaj, në koloneli Udbës, më tha, ty, tha, nuk mundem, tha, ty me anë fizike, me dajakta. Ty duhet të ta shkatrojmë, tha, sistemi nervor dhe ti dorëzohesh. Me uarën dhe me qunin një qeli edhe ma poshtë. Me futen një qeli një 1 metër 20 e gjatë, një 60 cm gjonë, me pjallë tjere në një kuti të amonë si në varë. Ose si narkoval që I dush. Me derë të mbyllur hermetikisht, që të mos me hymë, mos me dale ajri, me lastik, dhe ersin e plot. Pas një kohë filloj të binte nga tavani, binte një si lakështi, jo shi e kështu, si si lakështi. Dhe unë fillova mas disa kohë të mos e ndjej trupin tim, sikur kjo ko mos ma shkurt, kjo ma gjatë, ma shno, si duke tha, edhe mos ersu vedia dhe më ka ratë fi. Si duke ta këshin fut gaz ose në drogë atje. Dhe kur kom ardhit në vete, kom qenë I shtrirë në kurris që themi në kokër shpinës, po duhem të ngrihem, po më dhim të koka, këtu mrapa e preka ishe bo një gungë, se më kam tërheqna për shkalla, në pak dhere, koka ime kungull e zapi, punë e madhe, dhe më hipi si për ky në koloneli, dhe me bëni një pyetje. Tha, si po e ndjen veten, një pyetje ironike, edhe unë, si që më thonë në shokët e mi ti, nuk je budal, po je super budal, I thash, nuk ka ma mirë. Kjo përgjigje, si ta kishte picku gjarpni, a që të rënditi, a që bo nervoz, sa nuk I ke, si duket priti në I përgjigje tjetër, jo, më që di se qka,
edhe që të mos e tregonte nervozizmin pranë meje, i tha ti kapitenit, tha vazhdo ti, tha e doli për jashtë. Pas kësaj erdhi domethënë ditën 5-6-17, unë se di se sa kalonin ditë, se thash nuk e disha as kur o ditë, as kur o natë, po parapërsisht, po që erdhi një burr një 55 vjeç, këta të dy nën koloneli dhe kapiteni u ngritën në këmbë, ai ishte një oficer i lartë i UDT-s dhe tha, sa po hyri, tha, unë s'lëviza nga vendi. Sa po hyri, tha, Agim, tha, unë e kom ardhur me të marrë, tha, me shku me hongër drejt bashkë. Më t'i thash qesa, për nërë thash, këve mu më ka marrë malli ta hajt drejt, tha, sepse këta po majnë me ato që thash me lang bizele, se me buk. Po dhe, po digjo, tha, thuë një 2-3 fjalë që ka duen këta. Më thash, qa kom pas që kom thonë, s'kom tjetër që ka të temë. Agim tha, mos u merr me politikë. Unë nuk mirë me politikë. Agim tha, tjere, unë të njoh ty nga Gjakova, ti s'ke si me njoh. Dhe mu ka qitë puna. Parë tha, du me të thonë i gjohë, tha, urdhën. Tha, edhe si ta kesh dojën Verhoxhën, tha, nuk kalon mirë atje. Unë tha, sa punë të komen Verhoxhën është atje, unë jam këtu në Kosovë, në Jugosllavi. Du ta jap tha një porosi. Por thas, të gjitha policit politike tha në botë janë njësoj, barë tha kujt i shërbej. Këtu kishe pas plotësisht të drejtë, se dhe policia politike, sigurimi i shtetit njësoj që i udhë, vetëm që nuk më ka arrestu, sepse shokët e mi që i kanë arrestu, i kanë torturu, i parfeje që mos pëtë, në arkivori i kanë putë. E të tjera, që po themë, i kanë rramë me qka kanë mundur, edhe në sigurimi i shtetit. Pra, aty kishe plotësisht drejt në kuptimin e ngujtë fjalës. E pastaj, u mor vendimi, erdhi, më lanë 2 ditë, pa serdhi kërkush i gjallë, kur më në fund, kur po më lironin, unë s'po disha, po vjen ai kapiteni, tha dora dhe pak. Unë e u habita që është kjo dora dhe pak. Të nesër më thiri gardiani, tha, hajde se të lirohesh. Si duket opinioni, se u tronditi herë, u trondit Gjakova, se i matë ka qenë autoritet i pa diskutushe, drejtor shkolle, drejtor didaktik, kryetar i Këshillit Nacional, i arrestum, i torturum nga italianët dhe dish, duke më lënë mu 8 vjeç. U trondit edhe struktura politike me padile me të gjithë të tjerë, pavarësisht se punë të krete kanë qenë në afërsi të babës tem, domethënë si kryetari i Këshillit, si lëvizje. Kështu që u detyruan të me lironin si duket. Kjo është mendimi i përgjithshëm, sepse ka qenë edhe një vendim që ma vonë ma kanë thonë që do na çonin në Goliotok. Në Goliotok i çonin pa vendim gjyqi, thjesht 2 vjet dhe ato ka qenë në Goliotok një kamp famkeq shumë i torturuar, shumë i keq. Mirë po nuk u bëhe. Atëherë, gjatë kohës si isha në burg, më hoqën shtetësinë, nuk ti s'kelin, këtu nuk jesh shtetas Jugoslav, prandaj do ikësh do putë shafë. Pe aty, një herë shkova, nëse nuk më lasun për një herë. Mirë po unë nga përika se mos po krijojnë e lidhe në gjo, morën në arrestuan, me mbajtën ja 5 ditë në një tamam si kuti që kur më kanë liru pe aty unë nuk disha të drejtoj shpinën. Ajo ishte 1,20 metër e lartë. Edhe me qune kam përqendrimin. Prej atë pas e dërgova legatës ashtu dhe u ktheva e më kalova në Shqipëri. Kjo ka qenë parapërsisht kështu. Bacagim, tash do të pyes si e sheh, se jemi arë gati në përfundim, si e sheh Kosovën sot, edhe sa je i kënaqur me politikanë tonë ose me njerëzit tonë që po punojnë dhe udhëheqësinë tonë të Kosovës. Kosova do të mund të jetonte, domethënë në mënyrë normale, me këtë zhvillim që ka tash, apo më një gjonë? Po shumë mirë.
me këtë zhvillim që ka tash, do të mund të jetonte me siguri, me siguri, diku në 3 milion e gjys njerëz pa kur farë të lagje ekonomike. Me këtë zhvillim, se po të bëhet edhe zhvillim më i madh e tjera, kuptohet se Kosova ka pasuritë e veta mjaft në të rëndësishme. Mirë po, struktura politiko-administrative apo pushtetare nuk ka menduar gjatë gjithë kësaj kohe që ta zhvilloj Kosovën. Ato zhvillimet e pakta që janë bën Kosovë janë më shumë për të arsyetuar se ne bëjmë diçka në pushtet se sa në të vërtetë. Viti 26, kur u përzun forcat serbe, se unë këtyre ndërkombëtarëve që kom pasë kërvak, i kom thonë, jo, nuk u qliru Kosova, ju i përzut forcat serbe, po qlirimi i Kosovës ka tiparet e tjera, në radhë parë ka tiparën e kushtetutës që ju ja keni punu, që nuk ka vend në botë që deputetet shkojnë pa u zgjedhë. Hynë a forfe, 10 deputet serb, edhe 10 deputet të patkicave, jo Romi, jo Jevq, jo Ashkali, jo Turq, jo Kupodiun. Pra, e kom Bosnjak e tjera. Pra, në radhë parja keni imponu një kushtetut që se ka askush në botë, as një vend në botë nuk ka kësi lloj kushtetute. Edhe këta shqiptarë tonë e pranun këtë lloj kushtetute, ka qendash që të bëjnë atyre juristëve ndërkombëtar ju thush zotni, më trego se cili vend e botë dhe pse është kjo, dhe pse ky nen është ky. Ky nen bie në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare të tjera, s'po hym se është një problem shumë. Pra, kjo unë kom shkru, edhe kom thonë Kosova me nërë me thonë shtetuse, kushtetuteve, jo kushtetut, po me nërë me thonë shtetus. Pra, e kom fjallën. Edhe gjykata kushtetuse që punon me një kushtetut që ka të gjëmë, që nuk parashikon sende, që ka të kufizu me shumë gjëra e të tjera. Me gjitha dhe po elem që është pjesë juridike. Faleminderit shumë. Edhe për mua ishte një kënaqësi e madhe që me të vërtetë një rrugtim jetës për shumë vite, me shumë dekada dhe me shumë sakrifica, batica dhe zbatica. Kjo është me të vërtetë një fenomen të ndëgjohet edhe të marrim mësim edhe gjeneratat e reja, edhe njerëzit që kanë nevojë të ndëgjojnë. Pra, kjo është një nder i imi që unë sot po ballafaqohem me juve. Dhe kështu kisha pas dëshirë për fund një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mban kudo që jetojnë edhe punojnë, veprojnë në botë. Ka një gjë. Shumë popull, kombe, i dyshtyre në këtë rast që futet, ka izraelitet janë të parët, që kanë organizimin e të në kombëtarët në të gjitha shtetet e botës. Do të thoja që edhe shqiptarët ta kenë organizimin e tyre në botë, natyrisht, nuk të të them që të bëjnë kushe diçka, por se duhet të respektojnë, në radhë të parë të respektojnë edhe kushtetutën e vendit ku punojnë, edhe mjedisin e vendit ku punojnë, por kur ka një organizim të regojnë edhe identitetin e të në të fuqishëm shqiptarë. Kjo vjen që mos e harrojnë kur botën shqiptare. Kjo është mesazhi im për asun. Se kur në harrojnë botën shqiptare, e ke krijuar edhe identitetin të melore. Atëherë, pra, unë dua të falenderoj shumë, edhe ishte kënaqësia ime të dhash Zoti shëndet, të jetosh, të shkruash, të lexosh, edhe besa të na kritikosh edhe të na këshillosh. Për çdo send. Faleminderit edhe juve për festin. Atëherë, pra, të nderuar shikues, ishte kënaqësia ime që sot patëm një shkrimtar me të vërtet me shumë dekada pune dhe sakrificat e tina që ka rrugtuar të tërë jetën e tij. Pra, ishte kënaqësia ime që ishim me Agim Gjakovën. Faleminderit shumë dhe mirë ndëgjofshim deri në misionin.